Ashtu si pashkët katolike dhe ortodokse do të kremtohen këtë të diel. Në vigjiljet e kësaj dite të shenjtë, Ati Nikola Petani uroi të gjithë besimtarët ortodoks. Kjo është një ndër festat më të rëndësishme të besimtarëve ortodoks, theksoi famulitari i kishës ortodokse. Krishti u ngjall së vdekurish, me vdekjen shkeli edhe të varrosur jetën në fali. Vëllezër e motra, ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit, kur vetë Zoti ngjallur na tregoi që e mposhti vdekjen. Në këtë moment paskal që ne jemi, Zoti na tregoi që ne nuk duhet të kemi frikë nga vdekja. Prandaj, në këtë Pashkë, urojmë gjithë së bashku ngjalljen e Zotit. Gëzuar dhe për shumët festën e ngjalljes së Zotit, një festë e madhe për gjithë krishterimin. Prandaj, ju uroj me zemër për shumët Pashkën dhe bekime nga Zoti. Këto janë pashkët e para pa kryepiskopin Anastasian Ollatus, i cili u dha nga jeta pak kohë më parë. Besoj që është sipër dhe për gjithë ne është duke lutur. Gjithashtu Ati Petani uroi edhe besimtarët katolik për festën e Pashkës, të cilat këtë vit përkojnë në të njëjtën ditë. Gëzuar dhe për shumët edhe vëllezërit mi katolik, ngjallja e Zotit na ndihmoj gjithëve. Gëzuar. Pashkët ortodokse kremtohen mes ditës së shtunë dhe të diel, ku besimtarët i drejtohen kishës ortodokse për të lutur, ndezur qirinj dhe dëgjuar meshën e shenjtë.